الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit, falënderojmë të madhin Zot, mirësitë, bekimet, mëshirat i qoftë me profetin sallallahu alaihi wasallam, se me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Kitabu Talaq, libri mbi talaqun, mbi ndarjen, divorcin. Divorci është dy llojesh. Divorci që vjen nga ana e burrit, dhe ky quhet talaq, dhe divorci që kërkohet nga ana e gruas, dhe kjo quhet khul. Gjithsecili prej tyre ka rregullat e veta dhe dispozitat e veta. Talaku ose ndarja e divorcit është dy llojesh, sunni edhe bid'i, sipas sunetit dhe sahijes. Sipas sunetit quhet nëse ndahet gruaja duke qenë në pastërti, në të cilën nuk ka pas marrëdhënie. Kjo quhet talaq sunni, talaku sipas sunetit. Përsa talaku bid'i i sajuar është ai lloj talaku që ndahet gruaja duke qenë me turmueshme ose e pastër dhe ka pas marrëdhënie me të në këtë pastërti. Cili është në fuqi, talaku sipas sunetit është në fuqi. Po talaku bid'i a hyn në fuqi, ka dy mendime, me i saktë është që nuk hyn në fuqi. Pra kush e ndan gruan dhe është të përmueshme, s'quhet. Kush e ndan gruan duke qenë e pastër, mirë po ai ka pas marrëdhënie me të në këtë pastërti, nuk quhet. Normalisht mbas ndarjes së parë pritet 3 pastrime. Nëse çifti vendos që të kthehen prapë, atëherë rikthehen brenda 3 pastrimeve. Normalisht që fjalën më të fortë ka burri, sepse ai është autori i veprës së ndarjes. Nëse kthehen brenda 3 muajve, kur ora vazhdon të jetë e saktë, thjesht është regjistruar një ndarje. Nëse ndodh që më vonë ndahen prapë e njëjta procedurë. Nëse ribashkohen brenda 3 mujorshit ose brenda 3 pastrimeve, kur ora bashkëtorë vazhdon të jetë saktë, thjesht regjistrohet 2. Dhe nëse ndodh që më vonë ndahen prapë, atëherë nuk mund të kthehen më në kurorë bashkëtorë, mbaron 3 mujorshi ose 3 pastrimet, dhe nuk i lejohet më të bashkohen me njëri tjetrin, vetëm nëse kjo grua martohet, ndahet sërish, atëherë lejohet që të kthehet tek i pari, pa pas nevojë me po 3 divorce tek i dyti. Pra mund të kthehet qysh në ndarjen e parë tek burri, tek ish burri i saj. Dhe nuk lejohet që bëhet martesë fiktive kjo e dyta, sa për të kthyer tek burri i parë, kush e bën këtë punë është i mallkuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është së këto rregullat e talakut. Talaku duhet ndodhi 3 herë në 3 takime të ndryshme, në mendimin më të saktë. Ndërkohë që ka një mendim që thonë po ta ndaj 3 herë në një vend, ose me një takim quhet 3. Pra nëse i thotë gruas të kam ndarë 3 herë, quhet 3. Ky është një mendim i shumicës. Dhe këtë gjykime ka dhënë Omeri radhiyallahu anhu, dhe këtë gjykime kanë marrë gjitha mëdhëbet. Nëse mendimi i saktë është që nëse është në një njëjtin takim quhet 1. Pra nëse i thotë gruas kam datë 3 herë me i vend, kam datë, mendimi i saktë është quhet 1, pavarësisht se i tha 3 herë. Po shumica gjykojnë se quhet 3, edhe pse është bërë në të njëjtin takim.
Më saktë është që nuk quhet 3, po quhet 1. Quhet 1. Nëse femra nuk ka periudhë pastrimi, siç ndodh me gratë në moshë të vjetër, koha e pritjes është 3 muaj. Nëse femra është shtatzën, gjithë shtatzënia konsiderohet pastërti. Gjithë shtatzënia konsiderohet pastërti. Si në numërim, ose si në ndërmarrjen në konsiderat. Nëse ndarja ndodh nga ana e femrës, që quhet hulë, kur femra kërkon ndarjen, tu duhet të kemi parasysh faktin e merituar ose jo, pra është në vërtet i merituar. Një grua që kërkon ndarjen pa e merituar, pa qenë në të vërtet, normalisht është e mallkuar nga Zoti dhe dërgumi i Tij sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndodh ndarje nga ana e gruas dhe burri ja jep miratimin, atëherë pritja në këtë rast është vetëm një ide, pra një pritje ka, nuk është si ndarje e parë, ndarje e dytë, ndarje e tretë, kur del nga ana e mashkullit ndarja. Nga ana e femrës, vetëm një ndarje bëhet dhe ka vetëm një pritje. Po mirë, nëse këto masi e ndan dhe ndarja ka qenë nga ana e femrës, duhet të bashkohen prapë, mund të bashkohen, po me kuror të re. Pra do ta lidhë në një nga fillimi kuror. Edhe në rastin e ndarjes parë, për shembull, kur ndarja bëhet nga burri, nëse kalon afati 3 pastrimeve ose 3 mujoshi, dhe këto bëhen pishmon, mund të kthehen edhe një herë në kuror, po duhet të kthehen me nikah të ri. Pra nëse kalon periudha e pastrimit dhe ky dhe kjo nuk janë kthyer brenda kohës, dhe del koha, ka dhënë 3 pastrimet apo 3 mujoshi, këta mund të kthehen, po me kuror. Dhe kjo nuk quhet më ndarje, se fillon kurora nga fillimi. Pra për shembull, u ndan, kaloi 3 mujoshi, u kthyn prapë me kuror. Tani, nëse ndahen prapë, quhet 1 apo quhet 2? Quhet 1. Se e para ka paskalu 3 mujoshin dhe ka marru. Tani janë kthy me nikah të ri. Po kështu dhe nga ana e gruas, pra nëse vendosin mas 3 mujoshit pastrimit të gruas, ata të dy vendosin për të kthyer prapë, dhe këtu përparësi ka fjala e kujt? E gruas. Sa ajo është ajo e cila ka kërkuar divorcin. Por këtu burri ka të drejtë të kërkojë mehrin. Nëse nuk e kërkon, është haku i tij, po nëse e kërkon, është e drejta e tij. Siç e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kthej kopshtin. A do të kthesh kopshtin? Tha po. Atëherë i ndau pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjëja që duhet pas parasysh në këtë kapitull janë 2 gjëra. E para, njerëzit që futen nga jashtë për të ndarë një familje, një çift, janë të mallkuar nga Zoti dhe dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri që bëhet shkak për të ftohtë burrin nga grua ose grua nga burri, ka fituar hidhurimin dhe mallkimin e Zotit. Gjëja e dytë është se njeriu në këtë temë duhet të pyesë, duhet të interesohet. Se mund të vazhdojnë zina deri në ditën e vdekjes, pa e ditë që është ndarë në kohë. Pse? Vetëm se s'ka pyet. Ose e kundërta. Mund ndahet dikush nga gruaja e tij duke menduar se është i ndarë, ndërkohë që faktikisht se ka kap ligji i ndarjes. Mesela tjetër që ka të bëjë me këtë kapitull, po e bëjmë kështu si është divorci me termat e paqartë. Nuk i thot kam ndarë gruas, as nuk i thot i e divorcuar. Po i thot, për shembull, si e më gruaja ime. Fjala si e më gruaja ime, shprehje që nën kupton edhe ndarjen, po nën kupton edhe të kuptimin që dalë prej zemre.
shko ke shtëpia jote, mbledh rrobat e ik, dil për shtëpie, si në mod gjë bashk, çdo gjë nëse s'ka marrë fund. Këto quhen shprehje pa qarta. Shprehje e qartë quhet kam ndarje e divorcuar. Shprehjet e pa qarta thonë, në librat e temës, ka dy mendime. Një mendim që thotë kanë gjykimin e ndarjes. Dhe mendimi i dytë thotë se kanë gjykimin e ndarjes. Dhe mendimi më i saktë është varet nga njeti. Nëse personi kur i ka thonë ik për shtëpie, ka pas për qëllim ndarjen, quhet ndarje. Nëse ka pas për qëllim me tren, me i dhonë mësim, nuk quhet ndarje. Gjë tjetër që ka të bëjë me këtë temë është nxehja dhe mërzitja. Dikush thotë nuk merret konsiderat kur njëri është i nxehtë dhe e thotë këtë fjalë, dhe dikush thotë merret konsiderat. Për shkak të hadithit që thotë tre gjëra kur njëri është serioz quhen sikur janë serioze, dhe kur njeriu bën shaka prapë quhen serioze. Pra njëri nuk mund të bëj shaka me punë të martesës, me punë të divorcit dhe me punë të lirimit të skllavit. Nëse njëri me shaka bën gjykim për martesë, ose për ndarje, ose për lirimin e skllavit, shakaja quhet sikur me pas tonë seriozisht. Dhe kemi një mendim tjetër që thotë s'merret konsiderat nxehja, pra ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë thotë merret konsiderat, sepse njëri kur nxehet nuk di çfarë flet. Dhe mendimi më i saktë është nxehja është dy llojesh. Nxehje që njeriu e di se çfarë po thotë dhe e kupton se çfarë po thotë. Në këtë rast merret konsiderat. Dhe nxehje që njeriu e humb dhe nuk e di se çfarë është duke thonë, në këtë rast nuk merret konsiderat. Dhe ky është mendimi më i saktë. Pse? Për dy arsye. Arsyeja e parë, se zakonisht divorci ndodh me nxehje apo me tongër petlla. Normalisht, zakonisht, divorci ndodh me nxehje dhe me mërzitje. E dyta, ka një hadith i cili thotë la talaqa fil iblaq. Nuk quhet divorci nëse njeriu e ka humbur. Nuk quhet divorci nëse njeriu e ka humbur, pra e ka humbur arsyen edhe mendjen. Dhe ky është inshallah taala mendimi më i saktë edhe më i drejtë. Prandaj dhe njeriu duhet të pyesë këto tema, sepse mund vazhdojë një kuror të mbaruar, ose ai mendon se ka mbaruar një kuror që faktikisht ajo është akoma në fuqi. Dhe është mirë që përpara se të shkohet në termat e divorcit dhe ndarjes, kalohet një seancë, ulje, pajtimi, mirëkuptimi, sqarimi etj, duke punuar me fjalën e Zotit, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Nëse mendoni se po shkojnë punët drejt ndarjes, atëherë sillni një njeri të urtë nga fisi i burrit, një njeri të urtë nga fisi i gruas, nëse ata vinë me niyetën e pastër dhe me qëllimin alhamdulillah. Nëse ata vinë me niyetën e pastër dhe me qëllimin që të rregullojnë dhe të përmirësojnë dhe të pajtojnë, Allahu do t'u japë sukses. Pra Allahu do ta mbylli takimin me rregullim. Pra nëse niyeti i këtyre njerëzve që vijnë për arbitrim është i pastër, kalohet në seancë pajtimi, rregullimi, po edhe ndoshta me sqaruar gjërat se si qëndrojnë, ku qëndrojnë, në mënyrë që nëse merret pastaj vendimi, të merret një vendim i ftohtë dhe i qartë për atë që po bën gjithsecili në qëndrimin i cili do të mbaj. Normalisht në kohën e pritjes
burri obligohet që t'i përgjigjet gruas në strehim në shpenzimet e nevojshme që ka familja derisa të kalojë situata o në mbarimin e kohës ose në rikthim. Si kthehet gruaja për atë që do ta kthej gruan masi janë ndarja e parë dhe e dytë. Thjesht i thot kam kthyer. Thjesht i thot kthehemi prap. Thjesht i thot jemi prap bashkë e të terma të tjerë të cilat nuk kuptojnë rikthim ose marrëdhënie seksuale. Nëse kryen marrëdhënie seksuale, mbas ndarjes konsiderohet ribashkim. Kjo është e përmbledhur gjithë kapitulli i divorcit i përmbledhur në sa minuta? 11 minuta. 16. Në 16 minuta. Pastaj nëse ndodh, atëherë është punë tjetër, pastaj do të ndahen puna e fëmijëve, atëherë do të ketë inshallah kapitull që do i trajtoj. E rëndësishme është këshill, se do i lexojmë atë pastaj më mbrapa. Nëse ju vjen një rast i tillë, qoftë nga ana një burri apo motrë nga një motor, mos u ngut me i dhënë të drejtë për atë që gjan. As mos e bëj të modhe, çfarë thu ti më vëlla? Edhe këtë e thova, po sa durove ti më vëlla? Po ti isha unë i kisha nda me kohë, këto muhabete nuk janë fare normale. Përkundrazi, kur të vinë raste të tilla, thonë vëlla po ndoshta, po varet se si ka qenë situata, po njerëz jemi nxehemi të gjithë, po pse ka njëri që shkon jeta bashkëtorë vaj apo fush me lule, pra mundohu që ta undësh situatën dhe si ti çesh palët në ulje dhe në pajtim dhe jo me padashjen tate me inez sjarret më shumë. Pse? Sepse njerëzit janë të prirur në situata të tilla të tregojnë vetëm të zezat, vetëm të këqijat, ose të tregojnë vetëm anën e tyre për të justifikuar dhe për të qenë se të pafajshëm. Është natyra e njeriu, që ndoshta nuk e bën me dashje një gjë të tillë, po automatikisht njeriu kështu është i gatuar. Për këtë arsye mos u ngut. As me bot modhe, as me thon ti isha unë, etj. Allah po ulur një herë. Po njeriu gabon, po njeriu kështu, po njeriu ashtu, po muslimani fal e pudhëgjon etj. Në mënyrë që të çosh situatën në mirëkuptim dhe jo ta çosh situatën në shkatrim të çiftit. Allahu dhe mësimi, hadithet inshallah e lexojmë më pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.